të ardhshëm, kryeministri Kurti në Kosovë ka ngritur alarmin, 70% e kapaciteteve të ushtrisë serbe janë në kufi. Ne dje kishim një vendim qeverie në Tiranë që kryeministri riktheu rezervistët në ushtri, në aktiv. Pra, po ndodhin shumë gjëra, tani pritet, ndoshta presin vetëm që Rusia me Kinën sqedhin edhe ata ushtrinë për stërvitjen në Serbi. Atëre, siguri është një moment shumë kompleks në nivel gjeopolitik. Duhet ketë kujdes si nga ana e informacionit dhe dezinformacionit, sepse sidomos në këto momente ka një rol shumë të rëndësishëm, pra ato që quhet psikologjia e masave ndonjëherë. Me siguri, ajo që po ndodh në kufirin midis Kosovës edhe Serbisë është diçka preokupuese. Është një lëvizje që ka kohë që është, nuk ka patur momentet e saja mund të themi ku konflikti mediatik, konflikti midis vendeve në veri të vendit ka qenë më i ulët, por do duhet shumë kohë që në të vërtet konflikti midis dy vendeve të shuhet. Unë do të kujtoja që para një viti, një prej generalëve më të rëndësishëm të Serbisë u shpreh: hapur Kosova është Serbi. Edhe Gjuri, ministri i jashtëm, para një jave tha që ne jemi popull të rënë nga qielli, populli i rënë nga qielli, kur vjen momenti do ta rimarrim. Pra, kjo duhet lidhur dhe me diçka shumë shpesh. Gjeopolitika, psikologjia, ekonomia janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Serbia në fund të fundit, në gjithë ato që ishin dekadat e fundit të ekzistencës të ish Jugosllavisë, jo vetëm me Kosovën, por edhe me vendet e tjera, ka luajtur rolin e majës, mund të themi, në ato që ishte gestionimi i gjithë ish Jugosllavisë, rajonit e të tjera. Kosova, duhet kujtojmë diçka, Kosova është fusha më e madhe e dritrave, e grurit në Ballkan, plus është një fush shumë e rëndësishme për pjesën minerale. Dhe rëndësia e Kosovës është ajo, nuk është se e duan sepse e ndjejnë e vedim shumë mirë me se çka qenë lufta në Kosovë, luftë që në fakt kishte filluar që në vitet 80, me të gjitha masat që Serbia, që në atë pjesë ishte pjesë e ish Jugosllavisë, ndërmori kundrejt arsimimit, jetës sociale, denigrimit do të thoja, të gjithë Kosovës. Pastaj arriti kulmin e vet në vitin 1998, që është shumë i lidhur në fakt me 1997 shqiptare, pavarësisht se shumë shpesh nuk flitet për këtë ose harrohet të bëhen lidhjet e duhura. Nuk do të kishte patur 98 në një farë mënyrë, nëse nuk do të kishte patur 97. Do kishin qenë, por kanë qenë shumë të lidhura. Nuk dua që të zgjatem shumë, por ka dy lëvizje. Nga njëra anë është shumë e vërtet që Ballkani, si e kam thënë dhe herë tjetër, dhe sidomos Shqipëria, Serbia, Kosova janë të lidhura direkt me ato që ndodhin më larg. Përdoren dhe janë përdorur gjithnjë si një paralajmarim, mund të themi, i Rusisë apo Kinës apo një boshti kundrejt atij që quhet boshti perëndimor, që në këtë moment është shumë i luhatur, mund të themi, sepse neve njohim këtë realitet. Por do të kujtoja për shembull diçka tjetër, që boshti i atyre që quhen të palineuarit është akoma shumë më i madh. Është një moment shumë i vështirë, nuk do të bija pre e një informacioni alarmant të gabuar, do t'i dëgjoja normale, është edhe pjesë e atyre që janë politikat ekonomike, do të thoja, të riarmatimit të Europës, dhe këtu fut edhe Ballkanin perëndimor, që po përpiqet të jetë pjesë e asaj që është boshti evropian. Europa në fundit, pavarësisht se në këtë moment ndodhet në një moment krize që e ka krijuar vetë në 10 vjeçar, duke mos qenë e kujdesshme ndaj lëvizjeve ndërkombëtare, do të thoja, ndaj lëvizjeve që shkonin hap pas hapi në Kinë, në botën arabe, në Afrikë, që është një gjeografikisht, ekonomisht, shumë nga ana ekonomike, dhe nga ana, do të thoja, edhe emigracionit shumë më e rëndësishme për Europën sa mendohet. Sepse gjeopolitika dhe politika ka shumë sfaqetatura, ka pjesën ekonomike,
ka pjesën e migracionit që përdoret shumë shpesh si një në ato që quhen konfliktet hibride. Për shembull do të kujtoja. Pra një luftë e ftohtë agjenturash, një sabotazh i mundshëm është më realist. Absolutisht, po unë do kujtoja për shembull që në disa zona midis asaj që është pjesa subsahariane dhe pjesës së Afrikës së Veriut, ku janë dhe rrugët ku kalojnë dyndjet më të mëdha migracionale drejt Afrikës së Veriut dhe pastaj drejt Evropës, në disa zona ndodhen edhe bazat të ushtrisë ruse. Në zonat më të rëndësishme, që nuk është një, do të thoja, nuk është habi. Do të thotë kontrolli e migracionit për të përdorur si trysni ndaj vendeve të Europës, së jugu do të thoja, dhe pastaj të gjithë Europës në përgjithësi. Nga ana tjetër, është edhe ajo që thash më parë, riarmatimi i Europës, mendimi edhe që po përpiqet të shtyhet dhe të vihet në praktik, nuk e di sa do të jetë e mundur, sepse shtetet europiane kanë qenë gjithmonë të ndara dhe kjo ka qenë problematika më e rëndësishme. Në fundit Shtetet e Bashkuara janë federal, por janë federal brenda një shteti. Europa u bashkua, po asnjëherë nuk u bashkua. Tani këto momentet e fundit po e kujton që më mirë mbasi të bashkohemi. Bën pjesë e asaj dhe atij vizioni që të krijimit të një ushtrie, do të thoja, mundësisë për të mbrojtur më autonome të Europës, duke patur më pak mbrojtje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në disa momente ne e pam kanë shkuar edhe kundër Europës, nuk janë sjellë më si ata miqt mbrojtës të pandar të kontinentit evropian. Do i shikoja të gjitha në këtë vizion global.